8. Dashuria rritet me përkushtim të vogël çdo ditë, jo me gjeste të mëdha një herë në vit. Nuk janë trëndafilat në Shën Valentini apo dhuratat e shtrenjta që e mbajnë gjallë dashurinë. Janë gjërat e vogla, të përditshme, një filxhan kafe në mëngjes, një mesazh sije gjatë ditës, një përqafim i heshtur kur fjala mungon. Dikur, një çift i moshuar në një fshat të vogël jetonte thjesht, pa luks dhe pa rrjete sociale që të ndanin momentet e tyre. Ata nuk kishin festuar kurrë me darka të shtrenjta apo udhëtime romantike. Por çdo mëngjes burri çoi pak më herët për të ngrohur qumështin e gruas së tij dhe për të përgatitur bukën që ajo pëlqente. Ai nuk i thoshte shpesh të dua, por e siguronte çdo ditë që ajo të kishte gjithçka që i nevojitej. Ajo, nga ana tjetër, kujdesej që këmisha e tij të ishte gjithmonë e hekurosur dhe kur ai vonohej, e priste në dritare me dritën ndezur. Kur u pyetën për sekretin e dashurisë së tyre që kishte zgjatur mbi 50 vjet, gruaja tha thjesht: "Ne nuk ndërtuam dashurinë tonë mbi festa e dhurata. Ne e ndërtuam mbi kujdesin e përditshëm, sepse dashuria është zakon, jo ngjarje." Ky tregim na kujton se dashuria nuk është një shpërthim i rrallë emocionesh të mëdha. Është një rrjedhë e qetë e përditshme, e mbushur me vëmendje, përkushtim dhe zgjedhje të vogla që bëjmë për njëri tjetrin çdo ditë.